Unë quhemi Moza Kusari Lila, kjo është intervista ime e parë, 60 sekondëshe për prive. Fleni me apo pa rroba? Me. A të pëlqejnë udhimet? Po. A e din se i këtë rrethu? Jo. Kush flen me ty çdo natë? E doni. A mendoni se i tërheqse? Ashtu. A mendon se të bëhet fati vejushkës? Jo, asesi. A jeni aktualisht në depresion? Jo, në asnjë mënyrë. A keni menduar ndonjëherë për t'i mashtruar? Jo. E ka hetje me vendlindje? Gjakova? A të ka thunë dikush që ti edhe fotot larg si Skënderbeu dhe laptopi? Jo, asnjëherë. Me kolegët gjatë marrëdhënieve të punës, a rrin distancë? Jo. A beson dashurinë shkrim të parë? Nganjëherë. A peni alkool? Pak. A mendon se e bëre mërzitshme për njerëzit? Jo, asesi. A mendoni se përfundimisht ëndrat vinë e bëhen realitet? Po. Karakteri preferuar i një mashkulli? I vendosur. Shkonin në kinema apo hani molla? Të dyjat, shkojnë në kinema dhe ha molla. A mendon se je gati mu çmend? Jo, afër, por jo. Ma i preferu shumë McDonald's si a qepapture e babës tim? Baba tim. A të kish ardhi nati nëse kish fitu doktor Palje? Nuk do të fitoj. Tick tock, tick tock, tick tock.